Politika shqiptare. Një politikë hibride e cila ka larguar qytetarin nga vendimarrja. Një politikë e cila përfiton në kurisë të civilit. Politikanë të cilët hartojnë politika dhe ligje për përfitime personale dhe jo në të mirë të popullit. Politikë e korruptuar, politikë pa moral, politikë kundër atij që e ka zgjedhur, politikë jo kombëtare. Këta qeveritar kanë shitur tokat tona. Këta qeveritar kanë shitur detin. Këta qeveritar po shesin çdo pronë tonë në toksore dhe mbi toksore. Këta qeveritar na miratuan ligjin e plerave për të na mbytur. Këta qeveritar duan të na shesin kulturën tonë. Do kala që mbart një histori shekullore. Politika në Shqipëri është kthyer në biznesin e radhës. Është kthyer në një kompani aksionere ku aksionet janë votat dhe në bazë të aksioneve ose votave, gjithkush, pronari i tyre merr përfitimin përkatës. Një drejtori, një ministri apo diçka tjetër. Kjo politikë po na lej jashtë Bashkimit Evropian, sepse këta qeveritar nuk e duan vendin e tyre. Tashmë, kjo është një politikë e vjetër. Arsimimi është nga proceset më të rëndësishëm jetësor që njeriu realizon. Arsimi shqiptar është kthyer në një shtek korrupsioni. Një biznes ku gjithkush që disponon disa para mund të pajiset me një diplomë të pavlerë. Shqipëria ka dy lloje arsimesh, atë publik dhe atë privat, dhe një sistem të falimentuar mësimor, ku askush nuk merr atë që i takon. 10 universitete private janë hapur. Kjo është një skem piramidale që jo vetëm i vjet para qytetarit, por i jep fund një brezi të tërë të rinjsh. Këta po shkatrojnë ardhmërinë tonë. Mjekësia, sektor me rëndësi të veçantë, sepse është në lojë jeta e njerëzve. Spitalet publike janë kthyer si hane me shumë porta. Gjithçka është e shkatruar. Shërbimi lëm për të dëshiruar. Barnat nuk ofrohen dhe korrupsioni mbizotron. Shëndeti ynë ka ngelur në dorën e kasapëve dhe gomisëve. Ka dhe spitale private, por në to, mbas kontratës shumë të kushtueshme, të ofrohet një ambient dhe shërbim komod, por një cilësi që vihet në pikpyetje nga gjithkush. Qytetari thotë, mos u bëfsh për spital se je në dorën e Zotit. Rrugë, beton, asfalt, infrastrukturë. Viti 2012. Shqipëria është shumë mbrapa. Nga kesh u kalua në çez. Rrogat nuk ndryshojnë, por ndryshe ndodh me faturën e energjisë elektrike. E ushqyetura shpërndarje energjisë elektrike i ka ndarë klientët në dy pjesë, disa të cilëve nuk i mbledh dot asnjë lek, dhe disa të tjerëve që i faturon dhe pjesën e klientëve të tjerë. Prandaj, ne paguajmë pafund për ata që nuk harxojnë. Ligji është miratuar. Synimi i qeveritarëve është ta kthejnë Shqipërinë në destinacionin e radhës, por jo për turizëm, por për importin e plerave. Tashmë rruga është hapur për sjelljen e çdo plere botërore në Shqipëri. Këta duan të shkatrojnë të ardhmen tonë dhe të brezave të ardhshëm. Qeveritarët mburen me rritjen ekonomike të Shqipërisë dhe na kanë krahasuar me vendet më të përparuara në botë për zhvillim ekonomik. Por realiteti është krejtësisht ndryshe. Çmimet rriten, rrogat nuk ndryshojnë. Dhjetra njerëz në ditë largohen nga puna. Kreditë e këqija rriten, buxheti i shtetit boshatiset, kompanitë të shumta falimentojnë, blerjet dhe shitjet ulen. Ky është rrënim ekonomik. Prokuroria, Këshilli i Lartë i Drejtësisë, gjykata, përmbarimi, por dhe të tjera janë institucionet më të padrejta dhe më të korruptuara, ku askush nuk gjen drejtësinë. Miku i vetëm i këtyre institucioneve është paraja dhe pushteti. Qytetari është ndëshkuar të bëhet pjesë e këtij sistemi antivlerash. Drejtësia ka vdekur. Prill 2012.
fenomeni gjakmarrjes prezent në jetën e shqiptarëve. Kjo vjen si rrjedhojë e mos funksionimit të ligjit dhe shtetit. Arti dhe sporti është kthyer në pazar fondesh, ku shumë entitete akordojnë ose pretendojnë se akordojnë fonde, por si përfundim, artistët dhe sportistët shqiptar janë kategoria më e nënvlerësuar dhe më e pambështetur e shoqërisë. Ndër të tjera, rendi në Shqipëri është kthyer në kaos. Bangat ruhen me armë tip Kalashnikov AK-47. Vjedhjet kanë plasur gjithkund dhe askush nuk mban përgjegjësi për asgjë. Policia shumë shpesh është e dehur, ose në raste të tjera, shëndeti tyre i bollshëm nuk i lejon të ecin dhe të kryejnë as detyrën minimale. Ruaj veten, se shteti ruan hajdutët. Shoqëria civile nuk ka fonde, por dhe ato që kanë merren me atë pjesë që nuk i intereson askujt, ose nuk bëjnë kurfar gjëje. Shoqëria civile nuk ka forcë. Ju, kështu e doni Shqipërinë? Jo. Kjo ngjason me Iranin e Sadamit. Nuk është as si Europa, as si një vend tjetër normal. Për këtë arsye, po lind Partia Civile. Partia Civile, sepse ne duam të sjellim një epokë të re për të sjellë rendin nga kaosi. Partia Civile, sepse ne e shohim qytetarin si pjesë të realizimit të politikave tona civile, larg ideologjive të majta e të djathta. Partia Civile, sepse ne bashkëvendosim me qytetarët. Partia Civile, sepse ne kërkojmë bashkimin territorial të trevave shqiptare në një shtet të vetëm. Partia Civile, sepse prej shumë vitesh kemi qenë të shtypur nga politika e vjetër. Partia Civile, sepse ne duhet të vendosim në interes të civilit, më shumë se do ta bënte këtë gjithkush tjetër. Partia Civile, sepse ne kërkojmë rifunksionimin institucional në vend. Partia Civile, sepse ne do t'i japim prioritet të rinjve ndërmjet hartimit dhe orientimit të politikave dhe çështjeve rinore. Partia Civile, sepse jemi të vendosur për mbylljen e shtegut të së keqes. Partia Civile, sepse ne jemi për një shoqëri të hapur. Fjala të takon ty. Eja ta bashkëthemelojmë Partia Civile.